Ju përshëndes zonja dhe zotrin, juftoj të na ndiqni, jemi në këndin e të ftuarit në këtë stin të ftohtë ku ka nisur protesta foltore të opozitës. Një tjetër protest është parashikuar të zhvillohet përpara Kuvendit të Shqipërisë të enjten 11 dhjetor, ora 18:00, këtë radhë thirrur nga lëvizja Bashk Populli kundër korrupsionit dhe varfërisë. Për të folur për protestën e radhës të pritshme, po jo vetëm për aktualitetin politik, do të kemi tani në lidhje të drejt për drejt deputetin Redi Muçi. Muçi, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. E nisim me protestën, Muçi, pash që kishit zhvilluar një manifestim, protest, le të themi, edhe në Milano, ku kërkonit dorëheqjen e kryeministrit Rama. Diçka sa i takon protestës zhvilluar në Milano para disa ditësh, dhe shkojmë edhe tek protesta tjetër që keni thirrur popullin kundër varfërisë dhe korrupsionit. Në radhë parë duhet të them se jemi në një kontekst, në një situatë tëjeta normale, në cilën kryeministri i vendit po i bën presion të vazhdueshëm sistemi drejtësisë për faktin që ka marrë të pandehur zëvendës kryeministren dhe ministren, le themi, të ministrisë më të rëndësishme të vendit, që bën brenda industrinë, transportin, burimet natyrore, shumë shka tjetër, dhe është një situatë tëjeta normale për shkak se në çdo demokraci, le të themi, të shëndosh, do duhej që një funksionar shteti i marrë i pandehur nga sistemi drejtësisë, nga prokuroria posaçme në këtë rast, do duhej të jepte dorëheqjen dhe të hapte rrugën hetimit pa e penguar atë, le të themi, ndërkohë që të kundërtën është duke bërë kryeministri i vendit, që vazhdimisht po ushtron një presion ndaj sistemit drejtësisë, siç e përmenda. Për më tepër, nuk është shfaqur pothuajse fare në seancat plenare që kemi zhvilluar në Kuvendin e Shqipërisë. Ka ardhur vetëm seancën e parë ku është bërë betimi deputetëve dhe në seancën kur mbajti një fjalë të shkurtër lidhur me buxhetin, por dhe u largua menjëherë, por në asnjë seancë tjetër të jetë i pranishëm pra të diskutojë në këtë që ne e quajmë Republikë Parlamentare. Pra që do duhet që nëpërmjet diskutimeve në Kuvend, në Parlament, pra të dilen konkluzionet, të votojnë ligjet më të rëndësishme të vendit. Kryeministri ka refuzuar totalisht të bëhet, le them, të nënshtrohet këtij sistemi që kemi zgjedhur gjithë bashkë dhe ka zgjedhur vetëm të sulmojë drejtësinë, siç e përmenda më parë, nga pozitat e zyrës së tij kryeministrore, pra. Në këtë situatë ku jemi, mendojmë që lëvizja e duhur nga një parti si Lëvizja Bashkë, që mendojmë se përfaqësojmë shtresat të rëndësishme të vendit, të organizojmë një protestë. Sa i përket protestës së Milanos, ajo është ndërmarrë nga baza jonë e aktivistëve në Itali, të cilët janë organizuar në mënyrë relativisht të pavarur nga ne, si thua, nga qendra, janë mbledhur nga qytete të ndryshme të Italisë për të bërë bashkë pra në këtë protestë, ku kanë shprehur praktikisht, le të themi, atë që të gjithë ne mendojmë, se çështja nuk është thjesht që të dorëhiqet Belinda Balluku, por tashmë përgjegjësia duhet shkojë tek Edi Rama si një kryeministër të cilit i janë prerë, le të themi, të gjitha krahat e tij të bashkëpunimit, pra të gjithë, edhe kryetari i bashkisë së vendit, edhe zëvendës kryeministri i shkuar, edhe disa prej ministrave të tij, edhe disa prej përfaqësuesve të kryetarit të bashkisë, pra të qyteteve të tjera. Dhe rrjedhimisht nuk ka as legitimitetin më të vogël më që të vazhdoj dhe të qeverisë i pashqetësuar, nuk ka ngelur më asnjë alibi, si ato që të përmendte dikur se përgjegjësia është personale e funksionarëve apo se aferat korruptive ndodhin mbrapa shtëpisë së tij, tashmë ka dalë thjesht në sulm të sistemit drejtësisë, që përgjithësisht të vërtetës Partia Socialiste e ngre shumë si një flamur të vetin, pra reformimin e sistemit drejtësisë, ndërkohë që nga ana tjetër kryeministri po e sulmon haptazi. Prandaj ne mendojmë se është momenti i dur që kujdo në Shqipëri që mendon se duhet mbështetur sistemi drejtësisë, por sidomos duhet të kërkojmë dorëheqjen e kësaj qeverie, të na bashkohet pra në protestën e ditës së njëjtë në orën 6 mbasdite që e përmendët ju. Muçi, në fakt sot ka patur një reagim edhe nga shoqata kombëtare e gjyqtarëve
pikërisht në lidhje me reagimet e Ramës përsa i takon çështjes Balluku që ka çuar në gjykatën kushtetuese. Dhe shoqata kombëtare e gjyqtarëve reagon duke sjellë në vëmendje balancimin e pushteteve si një nga parimet themelore të demokracisë, po ndërkohë edhe Rama pretendon se i është cënuar pikërisht ky parim sipas tij kushtetues, pra interferenca e pushtetit gjyqësor tek ekzekutivi me vendimin që u mor sa i takon zëvendëses së tij. Jo, nëse do bërim një analizë fare të thjeshtë edhe për qytetarët që ta kuptojnë parimin e balancimit dhe pavarësisë së pushteteve, atij ekzekutiv dhe atij gjyqësor. Do duhet të shpjegonim që në radh parë ajo që po tenton të bëjë sistemi i drejtësisë nuk ka asnjë justifikim për të thënë që po ndërhyn në pushtetin e sistemit ekzekutiv, sepse në qoftë se sistemi gjyqësor merr të pandehur zëvendës kryeministrin, por edhe qoftë edhe kryeministrin, merr si të pandehur jo thjesht funksionarin e shtetit, por merr individin në radh parë dhe që hetimet të zhvillohen, hetimet për mbledhur faktet, për të marrë dëshmitarët në pyetje, të zhvillohen në mënyrë të pa ndërhyrjen pra të personit të akuzuar, sigurisht që detyrimisht le të themi ata kërkojnë pezullimin në këtë rast të Belinda Ballukut nga funksioni i zëvendës kryeministrit. Imagjinoni njeriu i dytë në pushtet, pra që ka në dorë ministria e saj, le të themi rreth 70% të buxhetit të shtetit, se sa ajo mund të influencoj, mund të intimidoj, mund të blej, le të themi drejtorat që janë në varësinë e saj, të cilët mund të jenë në dieni të fakteve, të cilët do ishin të prirur për të dëshmuar në gjykat, po ndërkohë ajo duke ngelur në pozitën e zëvendës kryeministres, pra në atë karrige kaq të rëndësishme, detyrimisht është në pozitë për të ndërprerë ose për të ndërhyrë në sistemin e drejtësisë. Rrjedhimisht ky ngërç, le të themi, zgjidhet fare thjesht ose me dorëheqjen e personit marrë në hetim, siç ndodh kudo, domethënë. Rasti më i fundit është edhe me Mogherinin apo jo, që edhe ajo dha dorëheqjen për t'i hapur rrugën sistemit drejtësisë për hetimet, dhe jo nëpërmjet kësaj që Edi Rama i quan ndërhyrje në ekzekutiv, sepse do mjaftonte dorëheqja e individit për të lënë postin vakant, për të zëvendësuar nga dikush tjetër dhe në qoftë se hetimet dëshmojnë pafajësinë e saj të çdo funksionari tjetër, e fare mirë mund të rikthehet në postin e lënë bosh. Ndërkohë, ngërçi i krijohet pikërisht për shkak të nga njëra anë mungesës së dorëheqjes nga Belinda Balluku dhe nga ana tjetër mungesës së shkarkimit nga vetë kryeministri Rama. Pra Rama nuk na shpjegon për asnjë moment se pse nuk e shkarkon, qoftë edhe nuk e pezullon atë nga funksioni i saj për të lejuar hetimin e plot. Thjesht përmend pra faktin që po ndërhyhet në sistemin ekzekutiv. Është një ngërç që zgjidhet fare kollaj që praktika botërore ka dëshmuar se si mund zgjidhet, ndërkohë që Rama vazhdon pra të këmbgul tek e veta. Dhe Muçi, ju përmendët rastin e Mogherinit, por janë me dhjetra rastet e tjera të vendeve europiane, atje ku ne duam presupozohet të shkojmë në Bashkimin Evropian. Për shembull, ish kryeministri portugez dha dorëheqje në nëntor 2023 menjëherë pasi u përfshi në një hetim për korrupsion. Ministrat e drejtësisë dhe energjisë të Ukrainës, edhe pse në luftë dhan dorëheqjen pas një hetimi për korrupsion brenda sektorit e energjisë. Kemi ministren britanike kundër korrupsionit, dha dorëheqjen janar 2025 pas një hetimi për korrupsion. Po të shkojmë pastaj në botën gjermanfolëse, edhe aty ka një numër të madh politikanësh jo për akuza korrupsioni, por pash që kanë dhënë dorëheqjen edhe për shkak të plagiaturave në botën e tyre akademike, se ju vini nga bota akademike. A mund themi që Shqipëria është një rast unikal në Europë, dhe si shkojmë në Europë ku nuk njihet as standardi i dorëheqjes dhe as standardi i shkarkimit? Kemi ministra, deputet në hetim që vijojnë detyrën. Po jo, padyshim ju me drejtë përmendet se parimi i dorëheqjes është një parim themelor, do thoja unë, në një sistem demokratik të
të një demokracie relativisht të konsoliduar dhe me drejt përmendet edhe rastet le të themi funksionarëve në vende si Gjermania që janë dorëhequr për shumë më pak se çfarë akuzohet zëvendës kryeministri, pa për vetë faktin që në të shkuarën e tyre rreth 15-20 ditë më parë mund të kenë le të themi kopjuar ose marrë si plagjatur një fjali le të themi në doktoratën e tyre. Pra në radhë parë është edhe qasja morale e atij i cilit ose asaj që na përfaqëson në funksionin qeveritar. Nëse ka bërë një gjë që ka bërë një le të themi ka gënjur në botën akademike, është bara morale në radhë parë. Dhe kjo pastaj është bara morale që na çon te funksioni që do kryej edhe në pozitën e një funksionari shteti pastaj. Ndërkohë që në rastin konkret akuzohet zëvendës kryeministre për një aferë korruptive prej 50 milionë eurosh pra, dhe ende vazhdon të mos jap dorëheqjen. Për mos folur pastaj për botën akademike që do duhet të hyjë aty me themel edhe rishikimit të doktoraturave të gjithë atyre që mbajnë titull akademik. Po për rikthyer ku ka edhe aty mjaft akuza publike që nuk i heton askush në fakt. Po sigurisht. Asnjëherë. Jo, shiko, se fare shkurt, sistemi i botës universitare, sistemi akademik, si më thënë, nëse i hyhet aty për të parë dhe aty shkallën e plagjaturës, kanë frikë se do përfundon dhe si sistemi drejtësisë, ku 90% e atyre që ka marrë titull do detyroheshin të dilnin jashtë sistemit. Po, për të thënë një gjë të fundit, mund mendoj se arsyeja thelbësore, dhe këtë besoj mendojnë gjithë shqiptarët, pse as Belinda Balloku nuk jep dorëheqjen dhe as Edi Rama nuk zgjedh që ta shkarkohet nga pozita e saj, është fakti i thjeshtë se Edi Rama e friksohet asaj se çfarë do dëshmoj Belinda Balloku para prokurorëve dhe gjykatësve, sepse qartazi sa i përket aferës për cilën ajo po hetohet, që është afera e tunelit të Llogaras, por edhe e Unazës së Tiranës, por edhe afera tjera që mund të lidhen me aeroportin e Vlorës e me shumë çka tjetër, se e përmendëm që ajo ka pasur në dorë çelsat e buxhetit të shtetit, pra ka ndërmarrë vepra gjigante infrastrukturore kombëtare, le t'i quajmë, dhe për to nuk mund të shfaqsohet Edi Rama se nuk ishte në ndjeni, sepse ishte kryeministri i vendit dhe detyrimisht unë mendoj se është Belinda Balloku ajo që po e shantazhon Edi Ramën për të shpërtuar lëkurën, le të themi, dhe prandaj Edi Rama është në këtë situatë dhe këtu është edhe rëndësia e madhe e nevojës për një reagim qytetar, le të themi, në mbështetje të sistemit drejtësisë, po sidomos për t'i kërkuar llogari kësaj që qeveria tashmë totalisht delegitimuar në sytë e tyre, mendoj. Mulçi, ju jeni deputet i ri në këtë legjislaturë, por keni mbajtur diskutime të forta për aq sa ju kanë mundësuar të flisni në parlament. Dhe më bëri përshtypje një fjali që cituat ndër të tjera, republik parlamentare apo autokraci absolute. Është herët të jepni një përgjigje kësaj pyetjeje, jeni ende në dilemë? Shiko, është një dinamik e vazhdueshme drejt asaj që, le themi, do thoya dëshiron ose aspiron populli shqiptar, që është një shoqëri dhe një republik gjithnjë më demokratike, madje ka qenë ëndra e thirrjeve që në vitet 90, meqense dje ishte edhe 8 dhjetori që duam Shqipërinë si gjithë Evropa dhe konsolidimin e një demokracie në vend nga njëra anë, dhe nga ana tjetër të gjitha veprimet që imponohen do thoja unë nga kryeministri i vendit, që tentojnë gjithnjë më tepër ta centralizojnë, si thua, pushtetin në pakduar, tentojnë ta ndërpresin dhe ta pamundsojnë debatet edhe në atë që është arena sipërore debateve që është pikërisht kuvendi, pra ose parlamenti shqiptar. Dhe ajo që ju cituat që unë thash ishte pikërisht në seancën e parë ku supozoj të diskutoj programi i qeverisës për 4 vjeçarin e ardhshëm, i qeverisës sapo zgjedhur, dhe u pamundsua debati me një vendim, le të themi, nga maggioranca dhe mëtej i zbatuar nga kryetari i kuvendit për të penguar diskutimet e një çështje kaq të rëndësishme siç është programi i qeverisës, pra. Dhe rrjedhimisht, prandaj them se është një dinamikë e vazhdueshme drejt asaj që aspirojmë, drejt asaj që duam, drejt një demokracie që bazohet kryesisht tek ngritja e institucioneve të pavarura që funksionojnë
jo si, le themi, vegële e pushtetit ose e partisë që është në pushtet, por institucionet të përbëra nga burokrat, nga njerëz të aftë dhe të pavarur, që mund të kenë bindjet e tyre politike që nuk kam se ti nështrohen partisë në pushtet. Është një diskutim që kemi bërë për 35 vjet, pra faktin që administrata shtetërore në punësi civil duhet të jenë të pavarur pikërisht nga ndikimi i partisë në pushtet, dhe që ende qartazi nuk e kemi plotësuar, siç e dëshmon edhe raporti i fundit i OSBE-ODIHR-it lidhur me zgjedhjet që u mbajtën në 11 maj dhe me ndikimin që pati pikërisht le themi administrata shtetërore në influencimin e zgjedhjes, pra, e votës, e kam fjalën. Kështu që është një përpjekje e cila, për ta mbyllur, unë mendoj se përfaqësohet nga modeli i gabuar i politikës së vjetër dhe është një standard i ri, le themi, që ne si Lëvizje Bashkë po përpiqemi të sjellim në Kuvendin e Shqipërisë dhe që të përfaqësojmë aspiratat e asaj pjese të shoqërie e cila do të shkëputet nga kjo politikë e centralizuar, e cila ende nuk është situata nuk i ka larë hesapet me të shkuarën diktatoriale, ende nuk ka marrë hapin e duhur drejt institucioneve demokratike. Pra, për të folur eventualisht për integrimin në Bashkimin Evropian. Mulçi, krahas njoftimit që bëni për protestën e së enjtes ora 18:00, ku me të drejtë rendisni problematikat thelbësore të vendit, duke nisur nga Shqipëria e vjedhur, niveli i jetesës, të drejtat sociale, pensionistët në mjerim, punëtorët pa të drejta bazike, bujqit në zgrip, të rinjt me syt jashtë vendit, profesionistë të poshtruar, sipërmarrës të ndershëm të rënuar e tjerë. Ju rendisni ngrejmë zërin për shkarkimin e Edi Ramës, Belinda Ballukut, vendosjen e minimumit jetik, miratimin e statusit minatorit dhe rritjen e buxhetit për arsimin dhe shëndetësinë 4 dhe 5%. Tani, me pikën e parë, për pikën e parë, duat ju pyes, çfarë keni parasysh kur thoni shkarkimin e Edi Ramës dhe Belinda Ballukut, se nuk thoni dorëheqjen? Si shkarkohet Edi Rama me protest? Po, në fakt Edi Rama mund të shkarkohet nga Kuvendi i Shqipërisë, sepse shtoj që tham pak më parë që jemi një republikë parlamentare dhe sigurisht me një emocion mosbesimi Edi Rama mund të qeveria e tij pra mund të rrëzojë. Nëse do të ishim në kushtet e Republikës parlamentare, thoni ju. Po pikërisht, pra, sepse ato 83 mandate që ka marrë Edi Rama, me gjitha makinacionet për manipulimin e zgjedhjeve dhe mënyrën e votimit të qytetarëve që ka bërë gjatë 11 majit, ja ka dalë në bandë të marrë ato 83 mandate që qartazi nuk përfaqësojnë realisht mbështetjen që ai ka në shoqërinë shqiptare, në popullin shqiptar. Por ata 83 deputet të Partisë Socialiste që ulen ato ndenjse, pra nuk në atë që unë kam përjetuar në këto pak muaj që kam qenë brenda sallës kuvendit, nuk përfaqësojnë, le themi, në mënyrë të pavarur vullnetin e tyre politik, të pavarur jo detyrimisht si thua kundër Partisë Socialiste, por një qasje parimore, një qasje le themi që do dëshmonte edhe autenticitetin e çdo deputeti. Më tepër kemi të bëjmë me një grup njerëzish të cilët janë aty fal Edi Ramës, pra fal kryetarit partisë, fal futjes tyre në lista, dhe që rrjedhimisht nuk e kanë, do thoja, dinjitetin politik për të pasur një qasje parimore sa i përket kësaj qeverie dhe këtij kryeministri, pra. Kështu që ne e kërkojmë këtë gjë, sepse siç e përmenda ne përfaqësojmë aspiratat, mendojmë, të pjesës kryesore, pjesës më të madhe të shoqërisë shqiptare, pavarësisht se nuk shpresojmë se aty në kuvend do mbështetet kjo nisëm le themi e jona. Po pjesëmarrja Redi Mulçi në protestën që keni thirrur të së enjtes, si keni pritshmërit dhe pse nuk ndizen protestat në Shqipëri siç shohim në Bullgari, Serbi apo diku tjetër ditët e fundit? Ç'mendim keni? Po, unë do thoja këtë gjë në radhë parë që askush nuk e priste për shembull masivitetin që pati protesta e studentëve në dhjetor vitit 2018, pra. Një protestë që nisi
si shumë protesta që edhe ne aty që jemi përfshirë, që nga viti 2014 e më pas për të organizuar protesta me student, me 300-400 vetë, si thua, një ditë bukur, thjesht mlefi akumuluar ose u arrit ajo pika e vlimit, siç thuhet, dhe masa e madhe studentore doli në shesh. Tani që një shoqëri të shpreh, le të themi atë qëndrimin e vet politik nëpërmjet protestës, duhet që të ekzistojë edhe një kohezion social, duhet që të ketë arritur ajo pika e vlimit, si thua, duhet që të ketë besim shoqëria edhe tek ajo që do arrihet nëpërmjet protestës dhe te ajo që do vi pas protestës, si thua. Duhet të fitoj besimin në vete që nëpërmjet protestës mund të arrihet diçka. Dhe për të vërtetës, shoqëria shqiptare një gjë të tillë nuk e ka parë, kryesisht për shkak të zhgënjimit që ka pasur, le të themi, nga ajo që ka ndodhur ditën pas protestës, le ta quajmë kështu në mënyrë metaforike. Dhe prandaj është e nevojshme, sidomos nga subjektet e reja politike, që ta nxisin këtë frymë, që her pas here të jenë iniciatorët e nismave që ti hapin shtegun, le të themi kështu, shoqërisë dhe qytetarëve që ta shprehin atë mllëfin e tyre, dhe unë jam i bindur se eventualisht një gjë e tillë do mund të dëshmohet, pra protesta masive. Duhet përmendë një fakt shumë të rëndësishëm tjetër, meqense bëhet krahasimi shpeshherë me vendet fqinje, me Bullgarinë, me protestën në Greqi të fermerëve për shembull, ose me protestën studentore në Serbi, duhet të përmend faktin që në shoqërinë shqiptare mungojnë, le të themi, këto qendrat e vetorganizimit. Çdo të them këtë, për shembull, mungojnë sindikatat, mungojnë unionet studentore, mungojnë shoqatat, shoqëritë e njerëzve që bashkohen bashkë në një mendje për, le të themi, problematikat e tyre lokale, por që në një moment mobilizimi është shumë herë më thjesht që të vinë grupime të ndryshme dhe jo thjesht individ. Pra mungesa e këtyre celulave vetorganizuese ka bërë në një farë mënyrë në shoqërinë shqiptare atomizimin ose të huajsimin e individit, e qytetarit, i cili e percepton si i vetëm, dhe situatën politike dhe nevojën e reagimit, por edhe pasojat e nevojës së reagimit, se s'duhet harruar që shumë kush ka frikë të dalë të protestojë, shumë kush shantazhohet si në momentin kur duhet votoj, por edhe në raste të tilla kur duhet dalë një protestë, shantazhohet qoftë me vendin e punës, qoftë me biznesin e vet, nëpërmjet taksave, qoftë me një të afërm i cili mund të jetë një vend pune me radhë. Kështu që kthehemi tek ajo që tham pak më parë, që nuk jetojmë në një demokraci, le të themi, të mirëfillt, dhe është një frikë që duhet mposhtur nga qytetari, por gjithmonë duke u bërë pjesë e një shumësie, e një kolektivi, dhe prandaj në vitet tona të aktivizmit kemi tentuar gjatë që të nxisim vetorganizimin ose krijimin e sindikatave të pavarura nga politika ose nga interesat tjera, dhe që është një rrugëtim i gjatë drejt të cilit duhet të shkojë shoqëria shqiptare, një rrugëtim në të cilin për hir të vërtetës vendet fqinje janë para nesh, le të themi, kanë këto organizime, kanë këto unione studentore me radhë, por që është një rrugë të cilën duhet ta shkelim në mënyrë që të konsolidojmë demokracinë në vendin tonë. Mulçi, sa i takon protestave të tjera që zhvillohen në vend nga forca të tjera politike opozitare, e keni menduar, diskutuar, të bashkërendoheni, po qoftë edhe për takimet kryesat që janë zhvilluar sa i takon reformës zgjedhore, territoriale, apo do të mbetet vetëm foltoria e parlamentit dhe forumet tuaja, ato që do të bëjnë të dëgjohet zëri juaj? Shiko se bëre shumë mirë që përmende rastin e Komisionit të Reformës Zgjedhore, sepse është një shembull tipik i asaj që ne në Lëvizjen Bashke kemi denoncuar për herë, i faktit pra që interesat e dy partive kryesore në vend në këtë moment janë të njëjta, pra të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, të cilat kanë një lloj kështu konfrontimi, le të themi, përplasjeje më tepër performative sepse substanciale. Sepse kur vjen puna për të ulur në Komisionin Zgjedhor dhe për të rënë ujdi të ngjashme me ato siç po përfliten, siç kanë deklaruar publikisht të dyja palët, pra për shembull zvoglimin e numrit deputetëve, çka do t'ja vështirësonte përfaqësimin në kuvend një subjekti të ri
si Lëvizja Bashk, apo qoftë edhe do ta shohim këtë që po them, për momentin është thjesht spekulim, por më duket se drejt asaj po shkojmë. Qoftë edhe drejt rënies në ujdi për të ndryshuar kushtetutën, për t'ia kufizuar kompetencat gjykatës të posaçme ose SPAK-ut, siç është rasti që po ndodh tani, pra me pezullimin e ballukut, me heqjen e pasaportës e me radh. Unë kam frikë se do shkohet drejt një ujdie, një ujdi të cilën ne sigurisht që jo vetëm që s'mund të bëhemi pjesë e saj, por që do ta kundërshtojmë me të gjitha forcën tonë, si thua, dhe që rrjedhimisht që është përfaqet edhe në qasjen tonë sa i përket këtyre tryezave që po ndërmerr Partia Demokratike dhe që ne mendojmë se thelbësisht kanë këtë karakterin pra performativ për të treguar kundërshtinë e vet, por që në thelb le themi SPAK-u po duket se po godet po aq Partinë Socialiste sa dhe Partinë Demokratike, kështu që problemet dhe hallet i kanë të njëjta dhe interesat i kanë përbashkuese, pavarësisht kësaj qasjes kontraditore që tentojnë të shfaqin. Gjithsesi, besoj që për të folur për reformën zgjedhore administrative do na duhet një emision tjetër për t'ju rikthyer edhe një herë protestës që keni thirrur Muçin. Në fakt, e gjithë biseda jonë ishte një thirrje për të zgjuar qytetarët, për të kërkuar mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të veta, por nëse të ka mbetur diçka për të shtuar në fund bisedës, je i mirëpritur? Jo, unë thjesht doja të ftoja me gjithë zemër, si them, gjithë qytetarët që të na bashkohen ditën e njëjtë në orën 6. Jo më kot kemi vendosur ditën e njëjtë dhe vendi ku do mbahet protesta është para Kuvendit të Shqipërisë, sepse këtë të njëjtë do diskutohet dhe do votohet nen për nen buxheti për vitin e ardhshëm dhe rrjedhimisht pra edhe në kundërshtim që kemi pasur ne në mënyrën e shpërndarjes së buxhetit, le themi e konsiderojmë se është i padrejt për pjesët, për grupimet kryesore të shoqërisë shqiptare, qoftë për pensionistët, që propagandohet shumë se po vriten pensionet, ndërkohë që thjesht është marrë bonusi dhe është pjesëtuar. E sqaruat ju në komision me pyetjen që bët? Përpoqja sa munda që ta sqaroja, megjithatë. Qoftë edhe me, le themi, nevojën për të pasur një përqindje më të lartë të buxhetit sa i përket sektorëve kyç, siç është ai i arsimit dhe i shëndetësisë, qoftë me nevojën për njohjen e statusit miratorit apo dhe me vendosjen e minimumit jetik. Dhe bashkë me të gjitha këto thirrje ne ftojmë që qytetarët të shprehin edhe kërkesën e tyre pikërisht pra që të mos kemi më këtë qeveri që na drejton dhe që të mundësi për ta shprehur edhe në mënyrë aktive, le themi, vullnetin e tyre ta gjejnë pikërisht në protestën e ditës së njëjtë në orën 6 para Kuvendit. Redi Muçi, të falenderojmë për këtë komunikim së bashku. Faleminderit juve, ishte një kënaqësi e vërtet. Faleminderit. Ju falenderojmë edhe ju, zonja dhe zotrinj që na ndoqët.